gjatë vitit 2023 dhe gjatë vitit 2024 ka pas një numër pak më të madh të kontratave të cilat janë nënshkruar me anë të procedurës negociuar. Po kur të folmi për kontratat me procedurë negociuar, do të më pas parasysh dy elemente, dhe numrin e kontratave me procedurë të negociuara, po edhe vlerën e atyre kontratave që e kanë, sepse mund të jetë një kontratë me procedurë të negociuara, por mund të ketë vlerë ndoshta mbi 50 milion, sikurse që është një kontratë e korporatës energjetike të Kosovës. Tash me ndërlidhje me këtë problemin e anulimeve të prokurimit publik, që thash më herët, ka raste kur vetë autoritetet kontraktuese i krijojnë rrethonat që me u anulu një aktivitet i prokurimit, që më pas me u detyru me nënshkru një kontratë me anë të procedurës negociuar. Këtë fenomen e kemi vrejtë sidomos të rastet që kanë të bëjnë me furnizime të ushqimit, me sigurim të objekteve fizike dhe me shërbime të mirëmbajtjes. Po, janë këto 3 lloje të kontratave, pa të cilat një autoritet kontraktues nuk guxon me mbet, pra nuk mundet me u vënu, dhe për këto 3 lloje të kontratave, kur ka anulime të këtyre kontratave, pra autoriteti kontraktues me një farforme obligohet që me i nënshkru kontratat me anë të procedurës së negociuar. Shembull, sa i përket kontratave që i ka nënshkru vazhdimisht Ministria e Mbrojtjes për furnizim me ushqim të Forcës së Sigurisë së Kosovës, vazhdimisht aktivitetet e prokurimit të cilat kanë qenë me procedurë të hapur, ose kanë qenë në procedurë ankimore pranë SHP-s, ose janë anuluar dhe për 2 vite me radhë Ministria e Mbrojtjes është obligu që me pas kontrata të negociuara për me mujt me siguru ushqim për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës. I njëjti problem është aktualisht duke u paraqit tash tek Policia e Kosovës, një kontratë e cila tashmë po përfundon, një kontratë e rregullt. Ajo tash Ministria, në këtë rast Policia e Kosovës e ka hap një aktivitet me procedurë të hapur, por siç po shihet nga vendimi i fundit që është marrë këtij aktiviteti është anulu në mungesë të ofertave të përgjithshme, dhe në këtë rast Policia e Kosovës obligohet që pas 2 apo 3 javëve të nënshkruajë një kontratë tjetër me anë të procedurës negociuar. Zotë Bugashku, a janë këto fenomene të këtyre të nderve një burimor të bazuar në mungesën e kapaciteteve të këtyre autoriteteve kontraktuese që s'po dinë me zhvillu këto procedura prokurimit, apo kjo është një tendencë për të keq përdorur, siç është thënë vazhdimisht nga opozita dhe po ashtu nga analizat e shumta që janë bërë nga shoqëria civile? Për këto 4 vite ose 5 vite sa po qëndrojnë pushtet eksponentët ose zyrtarët e partisë Lëvizja Vendosje, po dhe gjatë qeverisës, është vrejt një farë fenomeni që unë mendoj që ligji për prokurimin publik, të procedurën e negociuar apo edhe të mbyllur e ka si rregull përjashtimor. Pra, nuk është standarde veprimi nëpërmjet procedurës së negocimit. Në këto 4 vite të qeverisje, procedurat e negociuara janë bërë standarde, kurse procedurat e hapura e rregullt është bërë shumë përjashtim dhe ndoshta aplikohen ndonjëherë. Po e them aplikohen ndoshta ndonjëherë, sepse jemi dëshmitar të mbi 2000 diçka kontratave një borimore që janë zhvilluar nga ana e këtij kabineti qeveritar, e që ka informacione që shumica prej tyre janë në hetim penal. Por nëse ka një bazament të bërumit, korrupsionit në një qeveri, është fakti se si zhvillon procedurat e prokurimit. Nëse mbi 80% aktivitetet prokurimit i ki në procedurë të mbyllur ose të negociumit, nuk ka sinjalizim më të mirë, nuk ka sinjal më të qartë për me dëshmuar që komplet fushimtaria e një kabineti ose një qeverie zhvillohet nëpërmjet aferave ose nëpërmjet praktikave që mund të nxisin korrupsion. Nuk po jap konstatim kështu të puro blanko që është korruptive, sepse ato e vërteton ose e vendos institucionet e gjykatave, por që mund të nxisin ose që japin dyshime që diçka është ka ndodhur në mënyrë të kundërlidhshme. Prandaj, vetë fakti që ka pasur ka shumë kontrata një borimore është fenomen që tregon që fjala korrupsion, duke e përdorur në fushat si një luftë speciale që ne kur të vim pushtet do ta përdormi ose do të krijojmë mekanizma që do ta zhdukim korrupsionin, do ta luftojmë korrupsionin dhe do të jemi shumë transparent si
si qeveri, fatkeqësisht ka ndodhur e kundërta ku nëse s'ka bëj, është qeveria e parë që ka përdorur kaq shumë kontrata nivolimore në procedurat e fushës së prokurimit. Zoti Shala, në një nga raportet që do ta publikoj IKD gjatë kësaj jave, me titull Llogaridhënia përballë skandaleve qeveritare, pikërisht një nga problemet që ngritet aty në bazë të xhetjeve është edhe kjo çështja e kontratave njëburimore ku mbi 1600 kontrata janë edhe nën hetim preliminar apo hetim penal, nuk kam njohuri nga Prokuroria Speciale. Tash, ideja është se qeverisja, mënyra qysh është cilë do thotë kjo qeveri, jo vetëm në rastin e kontratave njëburimore, që nuk po du me i përsërit pajtona plotësisht, mirë po edhe në fushat të tjera tregon se qeveria do thotë nuk ka posur, nuk është silur si një qeveri antikorrupsion. Për çfarë arsye? Për shkak se parimet e qeverisjes së mirë kërkojnë të paktën dhënien e llogaridhënies para publikut në raport me skandalet e caktuara. Çështja e kontratave njëburimore, çështja e tenderëve të ndryshëm, dyshimeve të ngritura për korrupsion e tjerë, për asnjë prej tyre, do thotë nuk ka dhënë përgjigje adekuate qeveria, institucionet para publikut se çfarë ka ndodhur me parat e tyre. Dhe për këtë arsye ka qenë një situatë që nuk ka posur llogaridhënie në raport me këtë çështje dhe nuk ka posur tentativa adekuate për luftim të korrupsionit. Mos harrojmë një çështje. Tash për çështjen e rezervave shtetërore, ne kemi një akt akuz të ngritur nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Ditën kur ka ndodhur aksioni, ka posur do thotë janë marrë në mbrojtje tani të akuzuarit, të paktën disa prej tyre. Ka qenë edhe fenomeni kësaj qeverie ku të gjithë ata që kanë qenë dyshuar dhe janë akuzuar edhe rasti i Kekut, zoti Nagib Krasnisi, janë marrë në mbrojtje pothuajse si avokat sipas detyrës zyrtare. Definitivisht se po, dhe kjo është pikërisht është saktësisht e kundërta çka do të më bëjë një qeveri. Ajo çka do të më bëjë një qeveri është me bashkëpunu me institucionet e sistemit të drejtësisë për aq sa ka mundësi, dhe me e suportu dhe me fuqizu institucionet e sistemit të drejtësisë për luftimin e korrupsionit. Ata po thonë që ky sistem i drejtësisë dhe kjo prokurori është e kapur, dhe me këtë arsye si duket u lojt loja që kryeministri as nuk shkoi me dëshmu në prokurori. Po tash ideja, tash paramendon çfarë situate kemi ardhur dhe për çka kena diskutuar për një kohë gjatë, që kryeministri nuk shkonte me dëshmu në prokurori. Në një rast të korrupsionit. Në një rast të korrupsionit. Dhe nuk bëj fjalë për diçka tjetër, thjesht me dëshmu, që kërkush nuk ja determinante se çfarë thoshte etj, thoshte nuk po duhem të hynë prokurori se po del një fotografi. E keqe se do dalë në zyrta mediat. Do thotë për çka bëhet fjalë? Për çka bëhet fjalë këto? Paramendo për një fotografi të keqe, dhe tash do thotë ai është propozuar si dëshmitar me shku dhe me dëshmu në gjykatë. Tash gjitha këto sinjale do thotë tregojnë se qeveria ka posur një qasje, nuk e ka posur një qasje antikorrupsion në kuptimin e tërësisë së veprimeve të mora. Paramendo do thotë ne qeverin do thotë kur e kemi votu me 51%, do thotë është votu me bu reforma të thella, me bu vetting etj. Jo me thonë nuk shkoj me dëshmu. Ne kemi dorë sistem të drejtësisë, po kemi dorë sistem të drejtësisë me vetting, të cilin këta asnjëherë nuk e kanë bërë. Dhe çfarë ka ndodhur? Këta kanë thënë politika ditore, mos harrojmë do thotë ka qenë deklaratë në zgjedhjet e përgjithshme të shkurtit, kur thoshte prokurorët mos dalin punë pas datës 9 shkurt. Do thotë paramendo çfarë çosjesh ka qenë. Ka pas kauzë që nuk do të lejojmë në qeverinë tonë asnjë person me akt akuzë. Definitivisht se po. Ju kujtohet ato të premtimet para se marrën pushtet, ku kanë thonë që sa i përket integritetit, nuk do të ketë persona me akt akuzë. Çka ka ndodhur është e kundërta, do thotë, jo që s'ka pas dorëheqje, po as shkarkim të ministrave ose të atyre qytetarëve. Ka pas mbrojtje për te kësaj. Absolutisht. Ka pas mbrojtje, jo që i kanë lënë me punu, po ka pas mbrojtje.
Prandaj këtu kemi përdorim të dy fish të standardit, sepse në kohën kur si po shtet kërkon një standard që thu që në kohën që unë do të vi dhe do ta implementoj, dhe në momentin kur vetë ballafaqohesh e merr pozitën, e merr pushtetin, dhe standardin që ka qenë. I bën që ti ke shkel vetë parimet e tua për cilat ti ke ardhur edhe ke marrë besimin e shtetërorëve me ta dhënë atë pushtet.